Nora Lota Neziri, një atlete shqiptare me preardhje nga Tetova që jeton në Finland, ka lindur në vitin 1992 nga një nën finlandeze dhe baba shqiptar nga Maqedonia, gjithsesi nga Tetova. Ajo ka studiuar për ekonomi në Finland, ndërsa është marrë qysh si e vogël me atletik dhe tani është profesioniste për atletik të vrapimit me pengesa. Ajo këtyre ditëve ka qëndruar në Tetov tek familja e saj, ndërsa ndau kohë për të dhënë detaje nga karriera e saj edhe për televizionin Koha. Ajo ka marrë pjesë në shumë gara ndërkombëtare dhe ka marrë shumë çmime të njohura ndërkombëtare, ndërsa pritet që të marrë pjesë në gusht të vitit të ardhshëm në Olimpiadën në Brazil dhe në Amsterdam. Neziri vlerësohet ndër atletet më të talentuara në Finland dhe ndër talentet më të mëdha të garave të sprintit në Evropë. Ajo është mjaft e shpejtë dhe në 100 metra vrapim, koha më e mirë e saj është 11.93 sekonda.